Harville Hendrix, PhD. Të marrësh dashurinë që do. Një guidë për çiftet. Pjesa e parë. Misteri i tërheqjes. Natyra e njeriut që preferojmë zbulon konturet e zemrës sonë. Kur çiftet vinë tek unë për terapi marrëdhënieje, unë zakonisht i pyes se si janë njohur. Maggie dhe Victory, një çift në mes 5 vjetave, të cilët po mendonin për divorc pas 29 vitesh martesë, më treguan këtë histori. Ne u takuam në gjimnaz, kujtonte Maggie. Kishim marrë dhoma me qira në një shtëpi të madhe që kishte kuzhinë përbashkët. Unë po përgatisja mëngjesin kur ngrita syt dhe pash këtë djalosh. Viktorin të hynte në kuzhinë. Përjetova një reagim të çuditshëm. Këmbët donin të më çonin tek ai, por koka më thoshte të rija larg. Ndjenjat ishin kaq të forta sa më erdhi si të fikët dhe mu desh të ulesha. Pasi Maggie e mori veten nga shoku, ajo u prezantua me Viktorin dhe të dy e kaluan gjysmën e mëngjesit duke biseduar. Kaq ishte, tha ai. Gjatë 2 muajve në vijim ne ishim bashkë në çdo moment që na jepej mundësia dhe më pas u larguam së bashku. Nëse ato kohë do të ishin më liberale nga pikpamja seksuale, shtoi Maggie, jam e sigurt që ne do të ishim të dashur që javën e parë. Nuk kam përjetuar kurrë një ndjenjë kaq të fortë për dikë gjatë gjithë jetës time. Por jo të gjitha takimet e para krijojnë lëkundje sizmike shokuese. Raina dhe Marku, një çift 10 vjet më i ri, kishin një periudhë më të gjatë dhe të vakët njohjeje. Ata u takuan nëpërmjet një mikeje të përbashkët. Raina pyeti miken e saj nëse njihte ndonjë burr beqar, dhe ajo i tha se njihte një tip interesant që quhej Mark, që kohët e fundit ishte ndarë nga e shoqja. Megjithatë, hezitoi ta prezantonte atë me Rainën, pasi ajo nuk mendonte se ata do të ishin të përshtatshëm për njëri tjetrin. Ai është shumë i gjatë dhe ti je shkurtër, sqaroi mikja. Ai është protestant dhe ti je hebreje. Ai është shumë i qetë dhe ti flet gjithkohës. Por Raina tha se asnjë nga këto nuk kishin rëndësi. Për më tepër, tha ajo, nuk besoj se do të ishte dhe aq keq sikur takoheshim një herë. Pavarësisht parajgjykimit të saj, mikja e ftoi Rainën dhe Markun në një festë natën e zgjedhjeve. Marku më pëlqeu menjëherë, kujton Raina. Ai ishte interesant në një mënyrë të qetë. Gjithë mbrëmjen e kaluam duke biseduar në kuzhinë. Raina qeshi dhe pastaj shtoi. Besoj se unë fola më shumë. Raina ishte e sigurt se Marku ishte po aq i tërhequr prej saj dhe priste që ai ta kontaktonte ditën tjetër. Por kaluan 3 javë dhe ajo nuk dëgjoi asnjë fjalë prej tij. Më në fund, ajo nxiti miken e saj të zbulonte nëse Marku kishte ndonjë interes për të. Me nxitjen e mikes, Marku e ftoi Rainën në kinema. Ky ishte fillimi i marrëdhënies së tyre, e cila asnjëherë nuk ishte një romancë ndjenjash përvoluese. Dolëm për ca kohë bashk, pastaj ndaluam për ca kohë, tha Marku. Pastaj filluam të takohemi sërish. Më në fund, 3 vjet më vonë u martuam. Me qëra fjala, shtoi Raina. Marku dhe unë jemi ende të martuar. Dhe mikja që nuk donte të na prezantonte, tani është divorcuar. Këto histori të ndryshme ngren disa pyetje interesante. Pse disa njerëz bien dashuri me një intensitet kaq të fortë, me sa duket që në shikim të parë? Pse disa çifte hyjnë në një marrëdhënie dashurie me një miqësi të ekuilibruar? Dhe pse kaq shumë çifte, si në rastin e Rainës dhe Markut, duket se kanë tipare të kundërta personaliteti? Kur të kemi përgjigjet e këtyre pyetjeve, do të fillojmë të kuptojmë dëshirat e fshehta psikologjike që qëndrojnë në themel të marrëdhënieve intime dashurore. Zgjidhja e misterit të tërheqjes romantike. Vitet e fundit, shkencëtarë nga fusha të ndryshme kanë punuar për të thelluar kuptimin që ne kemi mbi dashurinë romantike dhe çdo fushë kërkimi ka sjell njohuri të vlefshme. Disa biologë debatojnë se ka një biologjik të sjelljes së vardisjes. Sipas kësaj pikpamje e gjerë evolutive të dashurisë, ne përzgjedhim instinktivisht partnerin, i cili do të rrisë shanset e mbijetesës së species. Burrat tërhiqen nga gratë me dashuri klasike, ato me lëkurë të pastër, sy të ndritshëm, flokë që shkëlqejnë, me strukturë të mirë kocësore, buzë të kuqe dhe faqe roz. Jo sepse kështu është moda, por sepse këto cilësi tregojnë rini dhe shëndet të mirë. Shenja që një grua është në kulmin e viteve të pjellorisë. Gratë i përzgjedhin partnerët për arsye biologjike, pak më të ndryshme. Për arsye se rinia dhe shëndeti fizik nuk janë thelbësor,
për rolin riprodhues të mashkullit, gratë instinktivisht favorizojnë partnerët me cilësi të theksuara alfa, aftësi për të dominuar meshkujt e tjerë dhe për të sjellë në shtëpi më shumë se sa thjesht gjahun. Presupozohet se dominanca mashkullore siguron mbijetesën e familjes më shumë se sa rinia dhe bukuria. Ndaj kryetarit 50 vjeçar i bordit, ekuivalenti njerëzor i gorillës mashkull me kurriz të argjend, është paq tërheqës për një grua sa një mashkull i ri, i pashëm, burrëror, por më pak i suksesshëm. Nëse për një çast do të lëmë në një anë ofendimin nga fakti se tërheqja jon fizike ndaj seksit të kundërt është më pak e rëndësishme se potenciali ynë për mbarështim dhe mbledhjen e ushqimit parave, kjo mund të jetë një teori e vlefshme. Le të shkojmë në një fushë tjetër studimi, psikologjia sociale, dhe të shqyrtojmë çfarë njihet si teoria e shkëmbimit të përzgjedhjes së partnerit. Ideja bazë e teorisë së shkëmbimit është se ne përzgjedhim partner të cilët janë pak a shumë të ngjashëm me ne. Kur jemi në misionin kërkoj dhe gjej një partner, ne e masim njëri tjetrin me po aq gjak ftohtësi sa dhe një drejtues biznesi që mendon për një bashkim biznesi, duke vlerësuar tërheqjen fizike të ndërsjellët, statusin financiar dhe social, po ashtu si dhe tipare të ndryshme të personalitetit si mirësjellja, krijimtaria dhe sensi i humorit. Me një shpejtësi kompjuterike përcaktojmë rezultatet e secilit dhe nëse shifrat janë të përafërta, atëherë bie këmbana e shkëmbimit dhe ofertat fillojnë. Teoria e shkëmbimit na prezanton një pikpamje më gjithëpërfshirëse të përzgjedhjes së partnerit se sa modeli biologjik. Ne nuk na intereson vetëm rinia, bukuria, statusi social, thon psikologët social, por personi në tërësi. Për shembull, fakti se një grua ka kaluar periudhën kulmore të saj dhe një burr ka një punë me status të ulët mund të kompensohen nga fakti që ai ose ajo është joshës inteligjent dhe një person i ndjeshëm. Një ide e tretë, teoria e personalitetit, i shton një dimension tjetër fenomenit të tërheqjes romantike. Teoria e personazhit pohon se një faktor i rëndësishëm në përzgjedhjen e partnerit është mënyra se si një shoqërues potencial do të rrisë vetvlerësimin ton. Secili prej nesh ka një maskë, e cila është fytyra që ne i tregojmë të tjerëve. Teoria e personalitetit sugjeron se ne përzgjedhim një partner, i cili do të përmirësojë këtë vetimazh. Pyetja vepruese këtu është: çfarë do të mendojnë për mua nëse më shohin të shoqëruar me këtë person? Duket se ka një vlerë në këtë teori. Në të gjithë kemi përjetuar krenari ose ndoshta siklet nga fakti që kemi menduar se si mund ta kem perceptuar partnerin ton të tjerët. Për ne ka vërtet rëndësi se çfarë mendojnë të tjerët. Megjithse këto tre teori na ndihmojnë të shpjegojmë disa aspekte të dashurisë romantike, ne akoma nuk jemi përgjigjur pyetjeve tona fillestare. Çfarë është përgjegjëse për intensitetin e dashurisë romantike, si në rastin e Megit dhe Viktorit, ato ndjenja ekstaze që mund të jenë kaq dominuese, dhe pse kaq shumë çifte si në rastin e Rainës dhe Markut kanë tipare plotësuese? Në fakt, sa më thellë ta shohim fenomenin e tërheqjes romantike, aq më të paplota duken këto teori. Për shembull, çfarë është përgjegjës për shkatrimin emocional që shpesh shoqëron fundin e një marrëdhënie? Ato ndjenja të tmerrshme që na tërheqin drejt ankthit dhe keqardhjes për veten? Një klient, gjatë kohës që po e linte e dashura, më tha: "Nuk mund të flej apo të ha. Më duket sikur kraharori do të më shpërthej. Çaj gjithkohën e nuk di çfarë të bëj." Teoritë e tërheqjes që pam deri tani sugjerojnë se përgjigjja më e përshtatshme për një romancë të dështuar do ishte thjesht të hidheshe në një raund tjetër të përzgjedhjes së partnerit. Tërheqja romantike ka një aspekt tjetër të çuditshëm. Duket se ne kemi më shumë prirje diskriminuese nga sa do ta vërtetonin këtë teori. Për të kuptuar ku e kam fjalën, reflektoni për një moment mbi historinë e gjithë takimeve tuaja të dashurisë. Gjatë jetës ju keni takuar mijëra njerëz në një përllogaritje konservative. Le të supozojmë se disa qindra prej tyre ishin mjaftueshmërisht tërheqës nga ana fizike,
ose mjaftueshmërisht të suksesshëm për t'ju rënë në sy. Nëse do e kufizonim këtë fushë duke aplikuar teorinë e shkëmbimit social, ne mund të përfundojmë me rreth 50 ose 100 njerëz nga ky grup i përzgjedhur, që do të kishin një vlerë të kombinuar, që do të ishte e barabartë ose më e lartë se e juaja. Logjikisht, ju do të kishit rënë në dashuri me rezultatet e këtyre njerëzve. Ndërkohë, shumë njerëz janë tërhequr tërësisht vetëm nga pak individ. Në fakt, kur unë këshilloj beqarët, dëgjoj e ridëgjoj të njëjtat fjalë. Atje jashtë thjesht nuk ka më burra, gra të mira. Për ta bota është e mbushur me tipa të papërshtatshëm. Për më tepër, dhe ky është një fakt interesant, ata pak individ ndaj të cilëve këta njerëz ndjejnë tërheqje, duket se i ngjajnë shumë njëri tjetrit. Mendoni për një moment për karakteristikat e personalitetit të njerëzve që ju i keni konsideruar seriozisht si partner. Nëse do të bënit një listë të karakteristikave dominuese të personalitetit të tyre, ju do të zbulonit shumë ngjashmëri, duke përfshirë çuditërisht dhe tiparet negative. Një mbrëmje, në një seancë terapie në grup, po dëgjoja një burr i cili kishte 3 muaj që ishte martuar për herë të dytë. Kur martesa e tij e parë dështoi, ai u betua përpara grupit se kurrë nuk do të lidhej me një grua si bashkëshortja e tij e parë. Ai mendonte se ajo ishte e ligë, dorështrënguar dhe egoiste. Megjithatë, gjatë seancës ai pranoi se një ditë më parë ai kishte dëgjuar zërin e ish bashkëshortes së tij të dilte nga buzët e gruas së tij të re. Me një ndjenjë paniku, ai kuptoi se të dy gratë kishin personalitete pothuaj të ngjashme. Duket se secili prej nesh detyrimisht kërkon një partner me një grup shumë të veçantë karakteristikash pozitive dhe negative të personalitetit. Thellësitë e mendjes së pandërgjegjshme. Në mënyrë që ky nivel i lartë për zgjedhjeje të marrë kuptim, ne duhet kuptojmë rolin që luan mendja e pandërgjegjshme në përzgjedhjen e partnerit. Në periudhën post-freudiane, njerëzit mësuan të përdorin të pandërgjegjshmen për të shpjeguar aktivitetet e përgjithshme. Ne flasim të mirë informuar për lapsuset freudiane, analizojmë ëndra dhe kërkojmë mënyra se si e pandërgjegjshmja mund të ndikojë në sjelljen tonë të përditshme. Megjithatë, shumë prej nesh e nënvlerësojnë qëllimin e mendjes së pandërgjegjshme. Ekziston një analogji që mund të shpjegojë më mirë ndikimin e përhapur të së pandërgjegjshmes. Gjatë ditës, ne nuk mund t'i shohim hyjet. Ne shprehemi sikur ata dalin natën, edhe pse janë aty gjatë gjithë kohës. Ne gjithashtu nënvlerësojmë numrin e tyre. Ne shohim qiellin, shquajmë në numër të vogël yjesh të zbet dhe mendojmë se kaq është e gjitha. Kur udhtojmë larg dritave të qytetit, shohim një qiell të mbushur plot me yje të zhytur në shkëlqimin e kupës qiellore. Por ne e kuptojmë të vërtetën vetëm kur studiojmë astronominë. Ata qindra mijëra yje që ne vështrojmë gjatë një nate të pastër dhe pare, janë vetëm një pjesë e yjeve në univers. Madje ato grimca drite që ne pandehim se janë yje në të vërtetë janë galaktika të tëra. Kështu ndodh edhe me të pandërgjegjshmen tonë. Mendimet e zakonshme, logjike të mendjes së ndërgjegjshme, nuk janë veç se një perde e hollë mbi të pandërgjegjshmen, e cila është aktive dhe funksionon gjatë gjithë kohës. Logjika e trurit të vjetër. Ndryshe nga truri i ri, ju jeni të pandërgjegjshëm për shumicën e funksioneve të trurit të vjetër. Të përpiqesh për të kuptuar këtë pjesë të qenies është një detyrë çorëditëse, sepse mendjes suaj të ndërgjegjshme i duhet të kuptojë pjesën tjetër të saj, njësoj si të shohësh majën e veshit pa pasqyrë. Shkencëtarët që e kanë vënë trurin e vjetër nën këtë lloj vëzhgimi tregojnë se shqetësimi i tij kryesor është vetruajtja, mbijetesa. Gjithmonë në gjendje alarmi, truri i vjetër vazhdimisht bën pyetjen e hershme: a jam i sigurt? Dhe ndërsa zbaton detyrën e tij për të garantuar sigurinë tuaj, truri juaj i vjetër vepron në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga truri i ri. Një nga ndryshimet kritike është fakti se truri i vjetër duket se ka një ndërgjegje të mjegullt mbi botën e jashtme. Ndryshe nga truri i ri,
i cili bazohet në perceptimin e drejt për drejt të fenomeneve të jashtme, i vjetri i nxjerr të dhënat e tij nga imazhet, simbolet dhe mendimet e prodhuara nga truri i ri. Kjo redukton të dhënat e tij në kategori shumë të përgjithshme. Për shembull, ndërsa truri juaj i ri shquan me lehtësi Johnin nga Suzy dhe nga Margareta, truri juaj i vjetër i përmbledh të dhënat për këta njerëz dhe i ndan në 6 kategori bazë. Gjëja e vetme për të cilën duket se shqetësohet truri juaj i vjetër është nëse një person specifik është dikush. 1. Për të cilin duhet kujdesemi, 2. Që kujdeset për ty, 3. Me të cilën mund të kesh marrëdhënie seksuale, 4. Nga i cili të largohesh, 5. Që duhet i nënshtrohesh ose 6. Të sulmosh. Detaje si ky është komshiu im, kushërira ime, nëna ime apo gruaja ime regjistrohen menjëherë. Truri i vjetër dhe truri i ri, të ndryshëm në shumë mënyra, shkëmbejnë dhe interpretojnë vazhdimisht të dhëna mes tyre. Dhe kjo ndodh në këtë mënyrë. Le të supozojmë se jeni krejt i vetëm në shtëpi dhe krejt papritur personi A hyn tek dera. Truri juaj i ri menjëherë krijon një imazh të kësaj krijese dhe ja dërgon atë trurit vjetër për ekzaminim. Truri i vjetër e merr imazhin dhe e krahason me imazhe të tjera të ruajtura në memorie. Menjëherë ndodh konfirmimi i parë. Ky njeri nuk është i panjohur. Duket se takimet më parshme janë regjistruar me të. Në më pak se 1 sekond vjen konfirmimi i dytë. Nuk ka asnjë episod të rrezikshëm që shoqëron këtë imazh. Nga të gjitha ndërveprimet më parshme me këtë mik misterioz, asnjë nuk ka qenë kërcënues për jetën tuaj. Më pas, një informacion i tretë. Ka patur shumë episode të kënaqshme të shoqëruara me këtë imazh. E gjitha kjo ka ndodhur jashtë ndërgjegjes tuaj, vetëm me një fraksion sekonde. Ndërsa në ndërgjegjen tuaj, gjithçka që ndodhi është vetëm tezja juaj e dashur, Mary, që hyri në shtëpi. Ndërkohë që ju qëndroni me tezën, procesi i mbledhjes së të dhënave vazhdon. Takimi i fundit prodhon më shumë mendime, emocione, imazhe, të cilat dërgohen në sistemin limbik për të ruajtur, në pjesën e trurit që është rezervuar për tezë Maryn. Këto të dhëna të reja do të bëjnë pjesë në informacionin që do të skanohet nga truri i vjetër kur tezja të vi t'ju takoj sërish. Asnjë kohë nuk është si e tashmja. Kjo histori ilustron një parim shumë të rëndësishëm për trurin e vjetër. Koha lineare nuk ka kuptim. E sotmja, e nesërmja dhe e djeshmja nuk ekzistojnë. Çdo gjë që ishte është akoma. Duke kuptuar këtë fakt thelbësor të natyrës së të pandërgjeshmes, mund t'ju ndihmoj të kuptoni sepse në marrëdhënien tuaj përjetoni disa herë ndjenja që janë në mënyrë alarmante, jashtë proporcioneve të ngjarjeve që i kanë shkaktuar ato. Për shembull, imagjinoni sikur ju jeni një grua 35 vjeçe, një avokate në një firmë prestigjioze. Një ditë, duke qëndruar në zyrë, ju vijnë ndërmend disa mendime të dashura dhe të përzemërta për bashkëshortin tuaj dhe vendosni ta telefononi. Ju e telefononi dhe sekretarja e tij ju informon se ai nuk është në zyrë dhe është i paarritshëm për momentin. Papritur mendimet tuaja të dashura veniten dhe ju përjetoni një ndjenjë ankthi. Ku është? Mendja ju racionale e di se ai telefonon, ndoshta në këtë moment një klient apo po ha drek, por një pjesë tjetër juaja ndihet, le të themi të sinqert, e braktisur. Ja, një grua sofistikuar, e avd dhe e zonja. Thjesht, sepse bashkëshorti nuk është i disponueshëm, ju ndiheni po aq e brisht sa dhe kur nëna juaj ju linte gjithë ditën me një kujdestare që ju nuk e njihnit. Truri juaj i vjetër është i kufizuar në një perspektivë të hershme. Ose le të supozojmë se ju jeni një mesoburr, një menaxher i nivelit të dytë në një kompani të madhe. Pas një dite të ngarkuar në punë, ku ja dilni të qetësoni klient të rëndësishëm dhe të bëni rregullimet përfundimtare të një buxheti shumë miliona dollarësh, ju nxitoni të ktheheni në shtëpi me padurimin për të ndarë suksesin tuaj me bashkëshorten tuaj. Sa po mbërrini në shtëpi, shikoni një shënim që ju ka lënë bashkëshortja, ku shpjegon se do të vonohet nga puna. Ju ngrini i tëri. Ju kishit shpresuar se do ta gjenit në shtëpi. A e merrni veten nga zhgënjimi dhe i lejoni vetes kënaqësinë e kohës së lirë? Apo e përdorni kohën për t'i dhënë një sy të fundit buxhetit? Po
por jo përpara se ju t'i drejtoheni frigoriferit dhe të konsumoni 2 kupa akullore me vanilje të ëmbël, zëvendësuesi më i përafërt me qumshtin e nënës. E shkuara dhe e tashmja jetojnë krah për krah brenda mendjes suaj. Tani që keni kaluar kohë për të kuptuar natyrën e mendjes së pandërgjeshme, le t'i kthehemi diskutimit ton fillestar për zgjedhjes së partnerit. Si ndikon ky informacion mbi trurin e vjetër për të shtuar kuptueshmërinë ndaj tërheqjes romantike? Fenomeni i çuditshëm që vura re më parë në këtë eksplorim ishte se ne jemi shumë përzgjedhës në zgjedhjet tona për partnerin. Në fakt, ne duket se kërkojmë për të vetmin me një grup tiparesh pozitive dhe negative. Ajo çfarë ne bëjmë, siç e kam zbuluar nga vitet të kërkimit teorik dhe vëzhgimit klinik, është se kërkojmë për dikë që ka tipare dominuese të karakterit të ngjashme me ata që na kanë rritur. Truri ynë i vjetër, i ngjecur në të tashmen e përjetshme dhe me një ndërgjegje të turbull të botës së jashtme, përpiqet të rikrijojë mjedisin e fëmirisë. Dhe arsyeja që truri i vjetër përpiqet të ringjallë të kaluarën, nuk është një çështje zakoni ose kompulsioni të verbër, por një nevojë detyruese për të shëruar plagë të vjetra fëmirie. Arsyeja thelbësore pse keni rënë në dashuri me partnerin tuaj, unë sugjeroj se nuk është fakti se partneri juaj ishte i ri dhe i bukur, se kishte një punë të mirë apo një sistem vlerash të barabartë me tuajin. Ju rat në dashuri sepse truri juaj i vjetër e ngatroi partnerin me prindrit tuaj. Truri juaj i vjetër ka besuar se më në fund ka gjetur kandidatin ideal për të kompensuar dëmin psikologjik dhe emocional që ju keni përjetuar në fëmijëri. Pjesa e dytë. Plagët e fëmijërisë. Mosha nuk kualifikohet si instruktor, ashtu si rinia, pasi nuk ka përfituar aq shumë sa ka humbur. Kur dëgjon fjalët dëmtim emocional dhe psikologjik në fëmijëri, menjëherë mendon për trauma të rënda të fëmijërisë si abuzimi seksual apo fizik, apo vuajtja e shkaktuar nga ndarja e prindërve, vdekja e tyre apo të qenit alkolizuar. Dhe për një pjesë të madhe të njerëzve, ky është realiteti tragjik i fëmijërisë. Megjithatë, edhe nëse keni pasur fatin të rriteni në një mjedis të sigurt dhe me dashuri, ju sërish mbartni vragat padukshme nga fëmijëria juaj, sepse që nga momenti i lindjes ju ishit një krijesë komplekse, e varur dhe me një numër të pafund nevojash. Freudi në mënyrë korrekte na ka quajtur krijesa të pangishme, dhe asnjë prind, sado i devotshëm, nuk mund t'i përgjigjet në mënyrë perfekte gjithë këtyre nevojave të ndryshme. Përpara se të zbulojmë disa nga mënyrat e tërthorta me të cilat ju mund t'jeni lënduar dhe si ndikojnë ato në marrëdhëniet tuaja të dashurisë, le të hedhim një vështrim se si ishit ju kur erdhët në këtë botë, sepse kjo fazë e plotësisë së hershme përmban një të dhënë të rëndësishme mbi pritshmëritë e fshehta që ju i sillni partnerit tuaj. Plotësia e hershme. Deri më sot, asnjë bebe nuk ka lindur me aftësinë për të na treguar misteret e errta të jetës përpara lindjes, por ne dim diçka mbi jetën fizike të embrionit. Ne dim se nevojat e tij biologjike plotësohen menjëherë dhe automatikisht nga një shkëmbim lëngjesh midis embrionit dhe nënës. Ne dim se një embrion nuk ka nevojë të ushqehet, të marrë frymë ose të mbrojë veten nga rreziku, dhe se qetësohet rregullisht nga raja ritmike e zemrës së nënës së tij. Nga këto fakte të thjeshta biologjike dhe nga vëzhgimi të sapo lindurve, ne mund të arrijmë në përfundimin se embrioni kalon një ekzistencë të qetë. Nuk ka dijeni mbi kufit, asnjë perceptim mbi veten dhe asnjë ndjesi se ndodhet i mbyllur në një thez brenda trupit të nënës së tij. Ekziston një besim mjaft i përhapur se kur foshnja ndodhet në mitrën e nënës, përjeton një eksperiencë uniteti, një eksperiencë edenike të çliruar nga dëshira. Martin Buber, teolog hebre, e shpjegon kështu: në ekzistencën embrionale ne kemi një lidhje shpirtërore me universin. Kjo eksperiencë idilike mbyllet me një fund të rrufeshëm pasi kontraksionet e nënës nxjerrin me forcë fëmijën nga mitra. Por, gjatë muajve të parë, në fazën e zhvillimit të quajtur periudha autiske,
foshnja sërish nuk bën dallim midis vetes dhe pjesës tjetër të botës. Në vitin e dytë të martesës son, Helena dhe unë u bëm prindër sërish dhe kemi kujtime të qarta të vajzës son, Lea, në atë fazë. Kur të gjitha nevojat e saj fizike plotësoheshin, ajo gjente stre në krahët tanë dhe shikonte përreth me kënaqësi të madhe. Si të rritur, duket se ne kemi kujtime të shkurtra nga kjo gjendje e plotësisë së hershme. Një ndjesi që duket aq e vështirë të kapet sa edhe në ëndër. Na duket se kujtojmë një kohë të largët kur ishim më të bashkuar dhe më të lidhur me botën. Kjo ndjenjë përshkruhet her pas here në mitet e të gjitha kulturave dhe pse fjalët nuk arrijnë ta plotësojnë realitetin. Është historia e kopshtit të Edenit, e cila kthehet dhe na godet fuqishëm. Por çfarë lidhje ka e gjitha kjo me martesën? Për ndonjë arsye të veçantë, ne fillojmë martesën me pritshmërinë se partnerët tanë në mënyrë magjike do të rivendosin këtë ndjenjë plotësie. Edhe sikur ata të zotëronin çelësin e një mbretërie të vjetër, dhe gjithë ajo çfarë duhet bëjmë ne është t'i bindim të hapim derën, dështimi i tyre për të realizuar këtë është një nga arsyet e palumturisë son të mundshme. Pelegrinazhi i rrezikshëm. Historia e Leas është historia ime dhe e jotja. Ne të gjithë kemi nisur jetën të plotë dhe të gjallë, të etur për aventurat e jetës, por kemi pasur një pelegrinazh të rrezikshëm gjatë fëmirisë. Kush më shumë, kush më pak, të gjithë jemi lënduar nga ndërhyrja apo indiferenca e kujdestarëve tanë. Në fakt, një pjesë e këtij lëndimi u krye në muajt e parë të jetës sonë. Mendoni për një moment për kërkesat e panumërta të një foshnje. Kur foshnja zgjohet në mëngjes, qanqet ushqehet. Më pas Pelena është e lagur dhe foshnja qanqet ndrohet. Më pas foshnja dëshiron të përkundet, një nevojë fizike, po aq e fuqishme sa të ushqyerit. Atëherë foshnja është uritur sërish dhe qan përsëri për të ushqyer. Një flusk gazi krijohet në stomakun e saj dhe fëmia qan me dënesë. Dënesa tregon shqetësimin në mënyrën e vetme që di me një të qartë të fortë, dhe nëse kujdestarët e saj janë të kujdesshëm ndaj kësaj situate sa duhet, foshnja ushqehet, ndërohet, mbahet hopa ose përkundet dhe provon kënaqësi të momentit. Por nëse kujdestarët nuk e kuptojnë çfarë shkon me të, ose nëse ata e fshehin dashurinë me merakun se foshnja do të përkëdhelet, fëmia përjeton një shqetësim primitiv, që bota nuk është një vend i sigurt. Meqense nuk mund kujdeset për veten dhe nuk e njeh ende kënaqësinë e vonuar, ajo beson se reagimi i botës së jashtme ndaj nevojave të saj është një çështje jeta-vdekje. Edhe pse unë dhe ti nuk kemi kujtime të këtyre muajve të parë të jetës, truri ynë i vjetër është akoma në grack në një perspektivë fëminore. Dhe pse tashmë jemi të rritur, të aftë për të kujdesur që të jemi të ushqyer, të ngrohtë dhe të pastër, një pjesë e jona e fshet akoma pret që bota e jashtme të kujdeset për ne. Kur partnerët tanë janë armiqësor ose as pak mbështetës, një alarm i pazëshëm aktivizohet thellë në trurin tonë që më na mbush me frikën nga vdekja. Siç do ta shikoni më pas, ky sistem alarmi automatik luan një rol vendimtar në marrëdhëniet intime të dashurisë. Me daljen e fëmijës nga faza e foshnjërisë, krijohen nevoja të tjera, dhe secila nevojë e re përcakton një fushë të mundshme lëndimi. Për shembull, kur një fëmijë është rreth 18 muajsh, ka një ndjesi më të qartë ku mbaron ai dhe ku fillojnë të tjerët. Kjo fazë e zhvillimit quhet faza e autonomisë dhe e pavarësisë. Në këtë periudhë, fëmia ka një interesim në rritje për të eksploruar botën përtej kujdestares së tij kryesore. Tani, në mënyrë ideale, nëna duhet të buzëqesh dhe të thotë diçka të tillë. Mirupafshim zemër, ja kalofsh mirë. Unë do të jem këtu kur të kthehesh. Dhe kur fëmia largohet që të kthehet pas disa minutash, pa pritmas bëhet i vetëdijshëm sa i varur është ai në të vërtetë. Nëna i thot: "Përshëndetje, u kënaqe? Hajde ulu pak në preherin tim." Ajo i tregon fëmijës që nuk ka problem nëse ai largohet prej saj dhe do të eksplorojë i pavarur. Ndërsa ajo ndodhet aty kurdo herë që ai të ketë nevojë për të. Fëmia mëson se bota është një vend i sigurt dhe interesant për t'u eksploruar.